Investimet në infrastrukturë vijojnë të mbajnë një peshë konsiderueshme në sektorin e ndërtimit. Sipas të dhënave të Instat, në 3 muajin e parë të vitit aktual, vlera e punimeve inxhinierike të miratuara arriti në rreth 5.8 miliard lekë, duke përfshirë si projektet e reja ashtu edhe ato rikonstruksione. Peshën kryesore e mbajnë projektet e infrastrukturës së transportit, të cilat përfaqësojnë mbi 70% të vlerës totale të punimeve inxhinierike. Investimet në rrugë dhe autostrada llogariten në rreth 4.1 miliard lekë, nga të cilat 1.67 miliard lekë i përkasin ndërtimeve të reja dhe 2.45 miliard lekë rikonstruksioneve. Kjo tregon se krahas zgjerimit të rrjetit rrugor, një pjesë e konsiderueshme e fondeve po orientohen edhe drejt përmirësimit dhe rehabilitimit të infrastrukturës ekzistuese. Një tjetër kategori e rëndësishme janë investimet në rrjetet e ujësjellësit, energjisë elektrike dhe telekomunikacionit. Në 3 muajin e parë të vitit, vlera e lejeve të miratuar në këtë segment arriti në rreth 1.27 miliard lekë. Investimet në këtë sektor konsiderohen thelbësore për përmirësimin e shërbimeve publike dhe mbështetjen e zhvillimit ekonomik në zonat urbane dhe rurale. Të dhënat tregojnë se gjatë kësaj periudhe nuk janë regjistruar leje për ndërtime komplekse dhe kantiere industriale, ndërkohë kategoria e punimeve të tjera inxhinierike përfaqëson rreth 394 milion lekë, duke zënë një peshë më të vogël në totalin e investimeve të miratuara. Në tërësi, punimet inxhinierike përbëjnë rreth 28% të vlerës së përgjithshme të lejeve të ndërtimit të miratuar në 3 muajin e parë të vitit aktual. Shifrat tregojnë se krahas zhvillimit të ndërtesave rezidenciale dhe atyre me funksion ekonomik, investimet në infrastrukturë vazhdojnë të mbeten një nga shtyllat kryesore të aktivitetit ndërtues në vend.